çfarë hedije, çfarë shpërblimi ka Zoti për ata njerëz që bojnë vepra të mira në këtë botë edhe në botën tjetër. I pari shpërblim që e merr njëri është Allah Azza wa Jall po ja fal ka gjunohet atij. Veprat e mira janë ato që i shlyn veprat e këqija. Ka qenë Ebu Bekr as-Sadiq, njëri prej shokëve shumë dashur pejgamberit alayhis salam. E dini gjithë Ebu Bekrin. Ndodhe një herë një shpifje për çikën e Ebu Bekrit, për Hazreti Aishën, gruën e pejgamberit alayhis salam. Aq shpifje e ron, saqë nanën e besimtarëve thanë kjo nuk është moral, e prekën moralin e saj, në shpifjen derin e saj. Çka është më e çuditshmja? Njëri prej njerëzve që shpifke për çikën e Ebu Bekrit, ish bash ai që Ebu Bekri i nimojke, një njeri me emrin Mistah. Ky Mistahu vazhdimisht Ebu Bekri i kish nimu atij, kur penin që bash çaj, se kajherë njerëzit janë ata që edhe pse ju bën mirë, ndoshta nuk ta kthejnë me të mirë. Po nëse met me bën mirë për me ta ditë njerëzit, kur s'ke me mujt me bën mirë. Po bën mirë veç për me ta ditë Zoti. Sa i s'harron kur. Ç'a boni Ebu Bekri? Kur e niti këto, tha vallahi, tha kur nuk do t'i ndihmoj, tha mo atij Mistahut. Ai po është pe atyne që po mprek nderin e familjes tem. Qysh ta me ndihmu në atine? Allahu për këtë punë, për këtë thonje të Ebu Bekrit, ka zbrit ajet në Kur'an. Thët, atyne që ju kom dhonë une, mos të nalin dorën të ju dhonë tjerëve. A s'po keni qef Zoti dhe juve mja u fala? Kur e nite Ebu Bekri që ta, u nalë, tha, bela ja Rob, po Zoti jam, kam qef edhe mu me ma falë. E boni ka bëllë dhe ata. Tha Zot, apet gabodhën, ku mi një mu ati njerit, se kam qef ti mu me ma falë. Të dashëm lazën që kjo e para. E dyta, cila është le që e falë Zotin i gjuna, po edhe më lën ato. E mira e smirës ku njeri gabën, është që Zoti, që shka onë hadith, ka thonë ta fali, ma dje le që ta fali, po edhe smërzitna për atë pjesë heq, smërzitna pse po ta fali. Edhe nëse kanë arrit gjunaat kupën e qiellit, ka thonë, unë o robi jam, veç hajde ti se unë i fali edhe smërzitna. Të dashëm lazën, le që po i falka, po ka thonë edhe i mbulën aty. Nuk e len mi po tjerë gjunaat. Kanë thonë një hujgjë, një djetar, shqyqyr që gjunahet tona nuk kundërmuj, nuk ju vjen era. Se s'ki shumë mujt me nejt as një njëri për njoni tjetrit, për jere stranë për gjunahet që i bojnë.